Partia Demokratike nuk ka marrë pjesë në seancën plenare sot në Kuvend, duket se është një vendim i cili po zgjat në disa seanca dhe lidhet me mos pranimin e shumicës për të diskutuar të paktën 4 ligje të cilat janë ngritur edhe nga protesta në bulevard dhe që kanë të bëjnë me paketën e maleve, ndryshimin në ligjin e zonave të mbrojtura, në trashëgimin kulturore dhe paketën e investitorëve strategjik. Si do ta komentonit së pari të qëndrim të shumicës që nuk dëgjon as opozitën në parlament që i kërkon prej kohësh këtë diskutim, nuk dëgjon as protestën në bulevard që kërkon të njëjtën gjë, nuk dëgjon as parlamentin evropian që kërkoi po ashtu të njëjtën gjë, që të rishikoheshin këto ligje. Qëndrimi i nuk mund të themi maggjorancës, në fakt është tashmë fakt i provuar që kjo nuk ka qenë maggjorancë as në zgjedhjet e 11 majit e për më tepër nuk është maggjorancë sot kur në shesh apo në rrugë kanë dalë mira qytetarë, një pjesë e madhe e cilëve pranojnë se kanë votuar Ramën në zgjedhjet e kaluara. Pra nga ata që sot kundërshtojnë dhe kërkojnë dorëheqjen e Ramës, një pjesë e madhe, fakte që dihem, fakt sepse kanë qenë edhe publike edhe në faqet e tyre sociale. Pra edhe nga ata që realisht e kanë votuar Ramën dhe jo ata që janë shitur, janë vjedhur, janë blerë në zgjedhjet e fundit, por dhe nga ata pra që e kanë votuar për arsyet e tyre Ramën në zgjedhjet e fundit, sot janë në rrugë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. Pra kjo nuk ka qenë dhe nuk është për më tepër sot maggjorancë. Megjithatë në parlament. Në parlament është, po. Rama vazhdon t'i ketë numrat dhe në këtë aspekt mund të quhet maggjorancë. Nuk është një sjellje e kohëve të fundit kjo që ju përmendët. Arroganca është karakteristika më thelbësore e kësaj maggjorancë që nga dita e parë që ka ardhur në qeveri deri më sot, e karakterizohen më mirë se kushdo vetë i pari i asaj partie dhe i kësaj qeverie. Rama që në momentin e parë, jo vetëm me opozitën, po dhe me qytetarët, madje dhe me socialistët, ka qenë arrogant, vazhdon të jetë arrogant, dhe gjithë kjo sjellje e tij pra është thjesht një vazhdimsi e mënyrës se si ai ka pushtetruar, sepse për qeverisur nuk ka qeverisur kurrë. Pra nuk është një gjë, asgjë për t'u habitur në këtë, ta quaj me delikatesë, indiferencën e fundit ndaj propozimeve, jo vetëm të opozitës, që thash ka qenë në vazhdimsi e tillë, por dhe të qytetarëve që janë në rrugë dhe thash, dhe jo pa qëllim e ritheksoj, të atyre që e kanë votuar Ramën, një pjesë e atyre që e kanë votuar Ramën dhe që sot, përveç atyre të penduarve që ke dëgjuar edhe shpreh aty në protestë që thonë të doja të prisja duart që kanë ndedhur votën për Ramën e tjera, por dhe një pjesë tjetër që thjesht i kërkojnë të reflektojë, që për mua është absurde, kërkesa ndaj Ramës për të reflektuar, sepse as nuk ka ndodhur, as nuk do ndodhë ndonjëherë, ka vetëm një kërkesë tek ato 5, pavarësisht se ne në një farë mënyrë për mbështetje të protestës kemi reaguar në parlament duke parashtruar të 5 kërkesat që nuk lidhen pra me dorëheqjen e Ramës, po me ndryshime ligjore dhe rregullime ligjore, gjë që në fakt unë as nuk kam qenë dhe as nuk do të jem kurrë dakord, pasi jo vetëm ne si opozitë, po besoj tashmë dhe qytetarët janë koshient që duhet ketë vetëm një kërkesë, dhe ky është largimi i Ramës dhe qeverisë së tij. Nuk mund t'i kërkohet Ramës të përmirësoj apo të rregulloj gabimet e tij, sepse ato që janë quhen gabime në fakt janë faje të kryera me vetdije plot. Megjithatë thash, ne si opozitë kemi kërkuar në parlament të rishihen ligje që ne i kemi kundërshtuar prej kohësh, ligje për investime strategjike, të gjitha ligjet pra që u përmendën që mos i marrin paketa 4. Ne i kemi kundërshtuar
dhe sot në frymën e protestës po i rikthejmë dhe njerë në parlament. Por që edhe ne jemi të vetëdijshëm që thjesht Rama do të vazhdoj do ketë të qëndrim dhe as nuk ka nuk pritet qëndrim tjetër. Kjo është një nga arsyet që ne bojkotojmë parlamentin, pra mos reagimi edhe mbas protestave në rrugë të kësaj